neve që në fillim të vitit, zysha jonë e debatit që kemi në shkollë na ka shtyrë shumë dhe ka qenë shumë mbështetëse ndaj nesh, do thosha na ka sfikatur për talentin që kemi për debat dhe në momentin që mori vesh për debatin Karl Popper, me njëherë u interesua dhe ne dolëm originalisht 4 skuadra nga shkolla jonë, të cilën pastaj në parlament neve bëm dolëm kundër njëri tjetrit dhe dolëm neve si përfaqësues të shkollës. Debati, siç e tha Alesja, ka një format që shumë i ngushtë dhe të tre rolet janë jashtëzakonisht rëndësishme, është A1, A2, A3. Ç'do të thonë? Atëherë skuadrat janë afirmativ dhe negativ. Në rasti afirmativ je A1, A2, A3, në rasti negativ je në 1, në 2, në 3. A1 ka për detyrë të prezantojë rezolutën, të përcaktojë termat dhe të jap argumentat kryesor për ta bëj gati lojën për pjesëtarët e tjerë të grupit. Njëjtën gjë bën negativi. Në këtë rast rolin tonë e kishte ardëorat e grupi. Më pas A2 në 2 që kanë detyrë të japin statistikat, të japin provë për evidencat për të mbështetës gjërat që tha A1 me statistika konkrete që ekzistojnë, pra në mënyrë që mos të lërë vend që kundërshtarit thot gjëra të tilla si ku e ke marrë këtë evidencë apo ku mund të ma provosh ti mua këtë gjë. Dhe në fund A3-shin, A2-shin e kishte në këtë rast Dea neve si rol. A3-shi që isha unë bën përmbledhjen, nuk ka të drejtë të jap argumenta të reja, por përmbledh çfarë thanë shoqet, çfarë është në cross examinim dhe për më tepër të jap goditjen e fundit argumentit për ta bërë të pakundërshtueshëm.